Rodriguez duhet marrëveshje me opozitën për paqen dhe stabilitetin. Presidentja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, shprehu qëndrimin e saj për të kërkuar marrëveshje me opozitën 3 javë pas operacionit ushtarak të Shtetet e Bashkuara që çoi në arrestimin e presidentit Nicolás Maduro. Në deklaratat e saj në televizionin shtetëror, Rodriguez foli për nevojën për mirëkuptim politik, duke theksuar se paqja dhe stabiliteti në Venezuelë janë një përparësi, pavarësisht dallimeve tona, ne duhet të takojmë dhe të arrijmë marrëveshje. Por për popullin e Venezuelës, tha ai në mënyrë karakteristike, Delcy Rodriguez theksoi se sipas kushtetuesës së vendit, mandati i saj i përkohshëm si presidente mund të zgjasë deri në 6 muaj, kohë gjatë së cilës janë planifikuar të mbahen zgjedhjet. Diku tjetër në deklaratat e saj ajo theksoi se mosmarrëveshjet politike dhe partijake nuk mund të jenë pengesë për përpjekjet për të rivendosur normalitetin. Nuk mund të ketë dallime politike ose partijake kur bëhet fjalë për paqen në Venezuelë, tha ajo duke u dërguar një mesazh të gjithë forcave politike në vend.